nderuar pedagog, të dashur studente dhe student. Mua sot është kënaqësi jashtëzakonisht e veçantë që ndodhem në një qytet që e ka nisur shumë herët debatin për sa i përket ligjit, shtetit, Europës, dhe në një moment do doja të qëndroja për të përkujtuar një nga figurat frymëzuese, do të thoshja, dhe që e ka udhëhequr këtë debat që i përket këtij qyteti. Po përpara se të shkojmë atje, do doja të thoshja në vijim edhe të bisedës që kemi pasur me ministrin për Europën dhe punët e jashtme me kolegun e dashur Ferit, që zakonisht kur ne mendojmë për negociata, për hapje dhe mbyllje kapitujsh për fondet Bashkimit Evropian, për standarde teknike të këtyre, na shkon mendja për zyrat në Bruksel, na shkon mendja për zyrat në Tiranë. Por në fakt, Europa matet me atë që qytetari arrin të marrë drejtësi në kohë apo jo. Dhe rektori në fjalën e tij hapse tha, këto janë ende pyetje që ne po i bëjmë. Ndërkohë jam i sigurt që studentët gjithashtu vrasin mendjen, a jemi të barabartë të gjithë përpara ligjit. Apo familje shkodrane që me sa di unë ende janë në konflikte pronësie, vrasin mendjen sa zgjat një gjyq dhe cili është standardi evropian, apo sipërmarrës që duan të kuptojnë a respektohet kontrata, zbatohet një kontratë e nënshkruar mes palëve apo jo. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që drejtësia, aksesi në drejtësi, është forma më konkrete e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe e integrimit në të. Sepse pyetja nuk është vetëm a do hyjë Shqipëria në Europë. Pyetja që ne duhet shtrojmë është a do ndihet Europa në jetën tonë të përditshme. Dhe përgjigja patjetër që kalon nga drejtësia. Më lejoni shumë shkurt të bëjmë një parakalim së bashku për aksesin në drejtësi. Kuptimi klasik i aksesit në drejtësi ka qenë që sa të drejtë ke për t'ju drejtuar gjykatës, sa i pajisur je për të qenë në një proces të rregullt ligjor, sa i mbrojtur je në atë proces të rregullt ligjor, dhe sa kur merr një vendim nga gjykata, sa i ekzekutueshëm është ai. Pra ky ka qenë kuptimi klasik i aksesit në drejtësi. Ndërkohë që sot nuk mjafton vetëm, pra ka qenë i lidhur me gjykatën. Nuk mjafton vetëm ekzistenca e gjykatës dhe këto element, këto parakushte që unë përmenda. Sot pyetja është, a mundet qytetari ta përdori realisht këtë sistem gjyqësor? Pra, a udhëton gjyqtari në këtë sistem kollaj? Qytetari, ndjes. A e përballon ekonomikisht atë? A pret me vite, ishte pyetja e rektorit? A e kupton gjuhën juridike? Mund të jetë pyetja e një qytetari thjesht. A trajtohet me dinjitet? Është një nga debatet e fundit publike të palëve të cilat janë pjesë në proces. Pra, aksesi në drejtësi nuk është vetëm hapja e derës së gjykatës dhe hyrja kollaj në të. Aksesi në drejtësi është e gjithë rruga që qytetari duhet të përshkojë për ta marrë drejtësinë e vërtet dhe konkrete. Dhe kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian sot investon në sistemin ton të drejtësisë, së bashku me qeverinë shqiptare, të dy së bashku po investojnë për ndihmën juridike falas, në mënyrë që askush të mos shkojë në proces gjyqësor i pambrojtur, askush të mos të jetë përpara zyrave të shtetit pa një përfaqësues që di mirë dhe që e mbron atë me dinjitet. Investojmë së bashku në digitalizim të proceseve, sepse duhet jenë të shpejta, duhet jenë transparente ato procese. Investojmë së bashku në ndërmjetësim, sepse një pjesë
shumë e madhe e çështjeve mundet të zgjidhen pa mbritur në gjykatë dhe nuk ka nevojë të futen nëpër spiralet e gjykatës dhe roli ndërmjetësuesve është kyç. Investojmë së bashku në shërbime më të thjeshta, ku teknologjia na jep një ndihmë shumë të madhe, dhe investojmë së bashku në mbrojtjen e grupeve vulnerabël. Tani pse Europa e vendos drejtësinë në themel të saj? Kur kam studiuar unë drejtësi, juristët dhe ekonomistët nuk i flisnin njëri tjetrit, ose mendimi juridik me atë ekonomik ecnin të kithët. Unë besoj që sot në universitetet moderne kjo gjë nuk ndodh. Sepse ekonomia nuk mundet të qëndrojë në këmbë pa sigurinë juridike. Dhe kjo ishte dhe ajo që unë dje thash në atë foltoren e parlamentit. Ndërsa pam së bashku dy raporte, atë të klimës investimeve, Departamentit Amerikan të Shtetit dhe progres raportin Europian. Dhe raportet thonë një gjë shumë shkoqur, që sistemi që po ndërtohet në Shqipëri është i besueshëm sepse e thonë shifrat e investimit të drejt për drejt. Pra investimet e huaja direkte janë rritur në nivele historike, nuk i kemi pasur ndonjëherë. Ekonomia është e rritur në nivele historike, inflacioni është i ulur në nivele historike, papunësia është e ulur në nivel historik, pra shifrat në një farë mënyre të thonë të vërtetën që nuk janë duke thënë që kemi një sistem të përsosur, janë duke thënë që kemi një sistem të besueshëm për investitorin, që do të thotë që sistemi juridik është kyç për ekonominë. E dyta, demokracia nuk është funksionale pa gjykata të besueshme. Dhe e treta, liria pa mbrojtjen efektive të drejtave të njeriut nuk mund të ekzistojë. Prandaj sundimi i ligjit është themeli i projektit europian. Ndërkohë që edhe Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut me jurisprudencën e saj na ka krijuar një ide shumë të rëndësishme, dhe ideja është kjo që një e drejtë nëse nuk ushtrohet praktikisht, ajo nuk është një e drejtë reale. Tani, për ta zbërthyer këtë koncept teorik, mund të tingëllojë i tillë, mund ta shohim në mënyrë konkrete atë që diskutuam. Nëse një qytetar që e ka fituar gjyqin, i është dashur 10 vjet ta fitojë atë, kjo e drejtë është, themi ne toskët, e leqendisur, e dobët. Nuk është një e drejtë e marrë në kohë që ty të forcon jetën tënde si një qytetar. Një person që nuk ka para për një avokat dhe nuk mund të ketë mbrojtjen, nuk mundet të jetë i barabartë për para ligjit me një që e ka këtë gjë. Dhe nëse një vendim e mban dhe të shkthyer në një relike se ke 10 vjet që nuk e ke ekzekutuar dot, atëre shteti ka humbur autoritetin moral. Kjo është arsyeja pse unë sot jam në Shkodër, që të vizitoj ndihmën juridike, që nuk lë më njeri, nuk duhet të jetë një njeri pa mbrojtje juridike përballë shtetit. Kjo është arsyeja që vizitoj sot për marrimin shtetëror. Nuk mundet të kemi vendime gjykatash të pa ekzekutuara. Nuk mundet. Kështu që aksesi në drejtësi është njëkohësisht standard juridik, standard demokratik, standard europian. Tani kthehem tek figura shkodrane që unë e kam shumë për zemër, e kam njohur në fillim të viteve 90 përmes një libri të tij, i cili ka qenë për mua revolucionar në atë kohë. Dhe më bënte krenar të mendoja që kishte mendje shqiptare që kishin menduar ashtu. Dhe ky është Terence Toçi, për cilin ju shkodranët duhet jeni shumë krenar, ne shqiptarët duhet jemi shumë krenar. I pari i cili thoshte që nuk mundet ta ndërtojmë shtetin vetëm me lidhjet e gjakut. Shteti duhet të ndërtohet me sundimin e ligjit. Dhe shteti ndërtohet me institucione të cilat zbatojnë ligjin. Pra, kur flasim për drejtësinë dhe Europën, nuk duhet të krijojmë iden sikur këto janë bisedat të tanishme, që po i bën ministri aktuali i drejtësisë me rektorin. Në Shkodër këto biseda janë bërë që në fillim të shekullit. Dhe dëshira për të ndërtuar Europën në mesin ton ka qenë shumë e hershme. Terence Toçi ka qenë një jurist i mrekullueshëm,
intelektual i mrekullueshëm, organizator politik, shumë i zoti, dhe i përkiste atij brezi shqiptarësh që besuan që shteti shqiptar mund të ngjasonte me shtetet në vendet si modra europiane që atëherë. Fatkeqësisht, historia e tij ngjan pak edhe me historinë e Shqipërisë, një përpjekje për të ndërtuar institucione moderne në një vend ku shpesh konfliktet politike kanë qenë më të forta se vetë institucionet. E ndoshta kjo mbetet ende sfida jonë dhe ndaj e përshëndes edhe përgëzoj rektorin për atë vëzhgim shumë të hollë dhe të kujdesshëm që i ka bërë seancës së djeshme dhe atij konsensusi politik që ne krijuam për një rezolut për sa i përket integrimit evropian të vendit. Dua të them që përpjekja shekullore e shqiptarëve, por edhe këtij qyteti, për të ndërtuar një shtet ku ligji është më i fortë se arbitrariteti, është e lashtë dhe nuk duhet të sosë. Tani, reforma në drejtësi ishte reforma më e thellë institucionale që ne kemi pasur. Reforma kushtetuese, rektori me drejt ju referua si reforma kushtetuese e 2016-s, ashtu njihet, jam i bindur që në shtet, në historinë e institucioneve tona të më pasme do të njihet si para reformës dhe pas reformës, aq gjurmë ka lënë ajo në historinë e shtetit shqiptar. Synoj pavarësinë e sistemit, të cilën unë besoj që e ka arritur tërësisht dhe ndaj tashmë së bashku me institucionet e Bashkimit Evropian po thërasin për përgjegjshmëri, pasi pavarësia është atje, e gëzojnë institucionet e drejtësisë, këshillat që e qeverisin atë. Synoj luftën kundër korrupsionit, mund të themi që Shqipëria ka shifra që nuk i ka pasur asnjë vend tjetër përpara anëtarësimit në Bashkimin Evropian për sa i përket luftës kundër korrupsionit, jo vetëm me vendet që aderojnë sot. Jam duke folur me vendet që janë anëtarësuar dhe që kanë pretenduar të bëjnë reformë në drejtësi. Dhe të mos harrojmë që lufta ndaj korrupsionit është një betejë globale dhe nuk është vetëm fenomen shqiptar. Ndërtimin e institucioneve të reja dhe rritjen e besimit të publikut. Dhe këtu kemi vend shumë, sepse ky është kyçi, besimi i publikut. Mund t'i ndërtosh institucionet, ti mund të luftosh korrupsion, mund të kesh dhe shifra, duhet të gëzosh në këtë proces besimin e publikut, sepse aty ndodh ndryshimi. Sot besoj që ndodhemi në një fazë tjetër. Sot nuk është më pyetja a u ngritën institucionet, sot pyetja është pyetja që bëri rektori, pyetja që bën gjithë secili nga ju të dashur student, apo e ndjen qytetari përmirësimin e sistemit dhe sistemin e reformuar, apo i merr qytetari shërbimet ashtu siç i meriton nga një sistem i reformuar. Sepse Bashkimi Evropian në këtë provim që ne jemi sot, që nuk është provimi 18 muajve të hapjes së negociatave, diskutimit piketave të ndërmjetme, por është puna e 10 viteve që ne kemi bërë si shoqëri dhe si shtet, mat kohën e proceseve, aksesin e qytetarëve, standardet proceduriale dhe besimin e publikut. Pra, duhet kalojmë nga një drejtësi spektakolare në një drejtësi funksionale të përditshme. Dhe këtu dua të ndaloj një sekond për të bërë një vëzhgim. Shkodra është një qytet ku historitë e pronësisë janë histori të lashta. Dhe në momentin që një konflikt pronësie, që është i natyrshëm, kalon nga salla e gjyqit dhe del jashtë sallës së gjyqit, për shkak se nuk arrin dot salla e gjyqit ta mbajë dhe ta zgjidhë, ai kthehet në një konflikt social, ai kthehet në një konflikt ekonomik dhe jo rrallë kthehet dhe në një konflikt njerëzor. Dhe në këtë kuptim do doja që të theksoja se debati publik që ne kemi sot është si mundet që drejtësia të jetë e shpejtë,
si mundet që t'jetë e parashikueshme, si mundet që t'jetë e besueshme në mënyrë që qytetari të mos e humbasi besimin nga institucioni, sepse në momentin që e humbet besimin nga institucioni, atëre dhe konflikti na del jashtë institucionit, ky është dallimi midis shtetit ligjor dhe arbitraritetit. Dhe këtë duhet që ta vlerësojnë të gjithë neve që jemi aktor të saj. Dhe këtu vi tek një diskutim tjetër, një debat tjetër që kemi hapur, që është ai i paraburgimit dhe i standardeve europiane. Dhe duhet të them që debati nuk është thjesht procedurial, është një debat europian, zhvillohet dhe sot në Bashkimin Evropian. Çdo demokraci europiane përballet me të njëjtën pyetje, si mund ta mbrojmë shoqërinë nga kriminaliteti, por në të njëjtën kohë të ruajmë të drejtat themelore të individit. Si mundet qytetarët të vazhdojnë të kërkojnë siguri, por nga ana tjetër shteti të ruaj proporcionalitetin dhe garancitë procedurale. Pikërisht, këtu merr një rëndësi të pa imagjinueshme dhe më vjen mirë që ju e keni vizituar gjykatën e lartë, vendimi unifikues i kolegjeve të bashkuara të gjykatës lartë, sepse besoj që një sistem evropian drejtësie nuk funksionon vetëm me ligj të mirë. Ja e miratuam një ligj, por duhet që të vendosim standardet. Duhet që me standardet të njëjta interpretimi, siç synoi gjykata e lartë në vendimarrjen e saj, ne të kemi parashikueshmëri, ne të kemi barazi dhe ne të kemi siguri juridike. Dhe ky është ai debati që thash, ndërsa zhvillohet sot edhe në Itali, edhe në Holandë, edhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian, është e rëndësishme që në Shqipëri ne ta bëjmë me maturi dhe me atë maturi që karakterizon edhe debatin evropian dhe jo me atë emocionalitetin ballkanik që na karakterizon ndonjëherë. Tani, dy fjalë për drejtësinë si çështje sociale, sepse siç e thash edhe më përpara, në vendet postkomuniste trajtimi i drejtësisë është gjithmonë ekskluzivitet i juristëve dhe nuk duhet të jetë kështu, besoj unë. Drejtësia është dhe çështje ekonomike, është dhe çështje sociale, është dhe çështje morale, është dhe çështje politike. Dhe ndaj, kur një qytetar nuk merr drejtësi, humbet besimin te shteti, largohet nga vendi, shmang ligjin ose bie pre populizmit. Prandaj aksesi në drejtësi lidhet drejt për drejt me demokracinë. Jam i bindur që Terence Toçi do jepte një leksion shumë më koherent se unë sot, edhe pas 80 vjetësh, nëse do të ishte gjallë. Drejtësia është kufiri moral që mbron njeriu nga arbitrariteti i pushtetit dhe kjo është arsyeja që drejtësia nuk ka rëndësi vetëm për juristët, por ka rëndësi për të gjithë shtetin demokratik. Tani, dy fjalë për ju studentët dhe rolin që ju keni në këtë bisedë dhe në këtë përleshje që ne po bëjmë si shoqëri për të përvetësuar standardin evropian në jetën tonë të përditshme. Juve jeni brezi që do ta përjetoni Shqipërinë evropiane jo si slogan politik. Juve do ta përjetoni Shqipërinë evropiane si realitet institucional. Europa ka nevojë jo vetëm për profesionistë të ligjit, por e theksoj për jurist me kulturë demokratike. Mund të jesh proceduralist i shkëlqyer, por në momentin që nuk ke bërë atë që unë e quaj shkollimin e qytetarisë që fillon në shtëpi, në tryezën e bukës, do të mungojnë shumë gjëra. Dhe pastaj, këtu në sallat e leksioneve, mundësisht në të gjitha disiplinat e shkencave shoqërore. Juristët që kuptojnë lirin, respektojnë dinjitetin njerëzor, mbrojnë procesin e rregullt dhe nuk bien pre e cinizmit, janë ata të cilët do të fuqizojnë europianizimin e Shqipërisë çdo ditë. Sepse sistemi i drejtësisë nuk mbahet vetëm nga ligjet, por unë besoj mbahet nga karakteri i shërbëtorëve të ligjit. Karakteri i shërbëtorëve të ligjit përcakton të ardhmen institucionale të një vendi. Në fund fare, dua të them që pyetja a ndihet qytetari
më i mbrojtur nga ligji, unë besoj që po i dham kësaj përgjigje të themi po, do të thotë që ne Europën tashme e kemi në mesin tonë. Nëse themi disi, do të thotë që jemi duke u përleshur. Nëse themi jo, jemi ende larg. Kështu që arsyeja që integrimi evropian nuk fillon në korridoret e Brukselit, por në sallën e gjyqit, në sportelin e ndihmës juridike, falas, në mënyrën si trajtohet qytetari më i dobët dhe ai grupi vulnerabël, në besimin që të gjithë neve kemi te ligji, është edhe arsyeja pse unë ndodhem sot pikërisht për të dëgjuar, për të bashkëbiseduar dhe për të përmirësuar sadopak punën e gjithë secilit që është dhe mban në fanellën e vet logon e Ministrisë Drejtësisë dhe shërbimeve që ofron Ministria e Drejtësisë në të gjithë vendin. Sa i rëndësishëm është perceptimi sot, unë besoj që e të gjithë ju e provoni këtë gjën në jetët tuaja, se si imazhi dhe gjëja se si dukesh, apo si dukemi, apo si duket Shkodra, është më e rëndësishme për disa, se sa me të vërtet se si jemi, se si jemi ne, se si e Shkodra. Dhe ndaj, unë besoj që betejën e kemi në disa fronte. Beteja e parë është te realiteti i përditshëm. Ore, qa ka bërë Shqipëria për të luftuar korrupsionin? Dhe unë besoj që Shqipëria ka bërë atë që asnjë vend tjetër në Ballkanin Perëndimor, por në Europën lindore, për sa i përket luftës me korrupsionin, nuk e kanë synuar, por nuk e kanë realizuar dot. Dhe çfarë kam parasysh këtu është asnjë vend nuk vetoi sistemin e vet të gjyqësorit. Projekti më afatgjatë që ka bërë Bashkimi Evropian me një vend përpara aksesimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian është me Shqipërinë. Dhe kjo nuk është merit e Bashkimit Evropian apo e qeverisë. Unë besoj që kjo është merit e shoqërisë shqiptare, e cila ishte e gatshme që të mbështeste një shumicë të vet parlamentare, qeverisëse, që të mundet ta drejtoj drejt këtij ushtrimi të dhimbshëm, por të domosdoshëm, në mënyrë që arbitri në shoqërinë tonë demokratike të fitonte integritetin dhe të drejtën për të ngritur kartonin, për të dhënë urdhrat e rregullave të lojës dhe në fund fare për të shpallur edhe fituesin që është qytetari. Për këtë arsye unë besoj që ajo çfarë është bërë është e pashambullt. Ajo mënyra se si e kemi perceptuar dhe se si e kanë perceptuar vendet europiane, unë besoj është raporti që bën Komisioni Evropian, i cili është trupi teknik i Bashkimit Evropian për të matur zhvillimet e një vendi, progresin e një vendi. Ne politikanët na pëlqen retorika politike, ne duam të tregojmë një retorikë politike e cila është sa më bindëse. Burokratët, teknokratët e Bashkimit Evropian janë në Komisionin Evropian dhe se si e perceptojnë ata luftën e Shqipërisë ndaj korrupsionit, lexoni progres raportet dhe lexoni sidomos raportin e fundit i cili flet dhe për piketat e ndërmjetshme. Si i ka përmbushur Shqipëria piketat e ndërmjetme. Dhe unë besoj që ky perceptim tani duhet të rritet dhe në një nivel shoqëror. Secili nga ne duhet të fillojë dhe të bëjë pjesën e vet. Për sa i përket pakthyeshmërisë, unë besoj që është e pakthyeshme për shkak se deri më sot sistemi funksionon me shumicë parlamentare, parlamenti është pra njerëzit ne votojmë, zgjedhin përfaqësuesit tan parlament dhe parlamenti fillon dhe të shpërndaj pushtetin dhe është autori kryesor i reformave. Dhe ekziston një shumicë e fortë parlamentare dhe ekziston një besim i fortë publik në reformën në drejtësi, që unë besoj që është një nga elementet, një nga parakushtet e pakthyeshmërisë. Tjetra është, sistemi është i organizuar në një mënyrë të tillë që siguron një
pavarësi të plot sistemi i drejtësisë, pra janë vetë këshillat që qeverisin, kontrollojnë njëri tjetrin, inspektori i lartë i drejtësisë, gjithashtu një figurë, një institucion kushtetues i pavarur. Thënë këtë, ka vetëm një, do ta quaj rrezik ose parakusht, besimi i publikut. Sistemi gjyqësor duhet vazhdoj të shërbej çdo ditë besimit publikut. Dhe besimi i publikut nuk është vetëm te ndëshkueshmëria e njerëzve me pushtet, besimi i publikut është ajo që diskutuam edhe sot, sa kollaj aksesoj gjykatën, sa lirë e aksesoj gjykatën, sa shpesh dhe sa shpejt e aksesoj atë, sa shpejt marrë në dorë një vendim gjyqësor, sa shpejt e ekzekutoj atë vendimin gjyqësor, sa shpejt mundet të merrem vesh me një palë që jam në konflikt pa shkuar në gjykatë e kështu me radhë. Pra, në këtë mënyrë ne duhet i shërbejmë çdo ditë besimit të publikut. Po ta them që në fillim që gjykata e apelit nuk është ende me numrin e plot të gjyqtarëve, nuk është ende me numrin e sallave të gjykimit, pra me godinat, me infrastrukturën, dhe nuk është ende me një sistem modern menaxhimi çështjesh. Kështu që nuk mundet i kërkojmë gjykatës sa apelit sot për të thënë, shiko, kemi nevojë për gjykatat të ktheheshim te gjykatat e apelit siç i kishim më përpara në modelin e mëparshëm me 6 gjykata e apelit, sepse nuk e kemi provuar ende. Pra gjykata e apelit duhet ketë një godinë e cila ofron kushtet për gjykimin e shpejtë të çështjeve, një sistem që menaxhon ato çështje shumë shpejt dhe numrin e plotë të gjyqtarëve. Atëherë ne mund të themi nëse ky sistem ka dështuar, apo ne kemi nevojë të rishikojmë hartën gjyqësore. Kështu që pa ndodhur kjo gjë, nuk e di nëse ishte kjo pyetja jote, thelbi i pyetjes tënde. Përpara reformës në drejtësi ne nuk ishim shërbim ndihme juridike. Që do të thotë nuk ishim as parësor para se të shkosh në gjykatë, pra një qytetar që nuk ka nevojë të shkojë në konflikt gjyqësor, dhe as shërbim dytësor që është shërbimi që ti merr gjatë një procesi gjyqësor falas. Dua të them që kostot, shërbimi juridik i ul për ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë. Pa provuar që gjykata e apelit që ne kemi në Tiranë ka numrin e plot gjyqtarëve, ka godinën e dur dhe sallat e gjykimit dhe ka edhe një sistem menaxhimi modern çështjesh, transparent, të shpejtë, efikas, ne nuk mund të themi dot që ky model i qëndërzuar përkundrejt një modeli tjetër funksionon. Pse? Sepse duhet të kujtojmë edhe një herë, në vende europiane, gjykatat e apelit nuk janë brenda qyteteve ku jetojnë njerëzit. Njerëzit për të shkuar në gjykatë apelit duhet të udhtojnë dhe në vendet europiane. Ajo çfarë ne duhet të shikojmë është sa kohë duhet dhe çfarë kostosh ka kjo. Po pa provuar këtë gjën se si e kemi ndërtuar, unë nuk mund t'i përgjigjem pyetjes. Ajo çfarë mund të them është që vitin tjetër do të filloj nga Këshilli i Lartë Gjyqësor rishikimi i efikasitetit të hartës gjyqësore dhe aty besoj do të ketë vend për të parë edhe këtë pyetjen tënde për t'ju përgjigjur më me hollësi. Na duhet që të kemi një sistem menaxhim çështje që të aksesohet shumë kollaj, qytetarët dhe teknologjia na ndihmon këtu. Na duhet që të kemi gjyqtar, magjistrat dhe prokuror që e kuptojnë rëndësinë, pra sidomos drejtues të gjykatave të aksesit në gjykata, dhe unë besoj që kemi një pjesë të madhe, por duhet që të ndihmojmë në ambientet e gjykatave, pra kemi punë për të bërë tek modernizimi i ambienteve të gjykatave, dhe na duhet që të informojmë dhe qytetarin për të drejtat dhe mënyrën se si të aksesoj sistemin dhe se si të mundet navigoj, që do të thotë duhet fuqizojmë dhe ndihmën tonë juridike. Besoj që këto së bashku mundet të na çojnë në një sukses edhe të mëtejshëm. Nuk jam unë eksperti për ta thënë këtë gjën, besoj që duhet jetë një pyetje për ekspertët e integrimit evropian. Ajo që unë di të them është një drejtë themelore që të flasësh gjuhën tënde, të flasësh gjuhën e etnitetit tënd, dhe me qëra fjala kam një pyetje për juve. Si ka mundësi që ju të gjithë flisni një standarde, një gjuhë shqipe standarde të mrekulluar dhe unë nuk dëgjoj gegnisht, mos është ky shqetësimi që ka kolegja Koçeku, që ju të gjithë në fakultetin e drejtësisë në Shkodër po flisni shqipe standard, se komplimenta për shqipe standard. Nëse nuk do të kemi dëshira, ëndra, vizione, unë besoj që ne dhuratën më të madhe që kemi është imagjinata.
dhe duhet të imagjinojmë gjë. Dhe ushtrimi që ne po bëjmë me Bashkimin Evropian është pikërisht që të mundet atë ëndër të përbashkët që kanë gjitha vendet e Bashkimit Evropian të mundet ta jetëzojmë në jetën e secilit vend. Kështu që nuk diskutohet që duhet kemi disa gjëra të cilat nuk ndodhin në jetën tonë përditshme, por janë synime për gjithë secilin nga ne. Dhe në këtë kuptim, patjetër që do flasim për gjëra që nuk janë bërë pjesë e realitetit tonë ende. Nëse juve mendoni që unë jam duke thënë që sistemi është i përsosur, jo, nuk jam duke thënë atë. Sistemi ka shumë probleme. Ajo çfarë unë po them është që ne jemi duke ecur në rrugën e duhur dhe unë besoj që europianizimi i vendit, antarësimi i një vendi në Bashkimin Evropian është ushtrimi më i mirë që një vend që vjen nga një kulturë totalitariste, siç është Shqipëria, të mund të bëj për të ngritur institucione të pavarura, demokratike, transparente në shërbim të qytetarit. Nuk kemi ushtrim tjetër sot në botë, me sa di unë, që ti të mundet të modernizosh një shtet, duke sjell nga njëra anë të mbrosh të drejtat e njeriut dhe nga ana tjetër të ruash sigurinë e qytetarëve të tu. Dhe thënë këtë gjën, unë jam në Shkodër sot për të parë si punojnë shërbimet që ofron shteti shqiptar, ndihma juridike falas, si i shërben ai qytetarëve, apo u shërben apo jo, ç'a mund të bëjmë më mirë, si po zbatohen vendimet e gjykatave dhe përmbarimi shtetëror po bën punën e vet. Si po integrojmë njerëz mbrapsht në shoqëri përmes shërbimit të provës për shkak të një gabimi që mund të kenë bërë në të shkuarën e tyre të mundet të vazhdojnë jetën e tyre normale në shoqëri. Kjo është arsyeja kryesore dhe ndërsa erdha, thash, po ju shoh dhe juve, po ju takoj dhe juve dhe po bëjmë ndonjë bisedë. Por nuk është e thënë që çdo gjë që unë them për juve të jetë ashtu siç e them.